nisëm njëherë me bashkimin në parime. Pra, jemi dakord neve për këto lloj parimesh 1, 2, 3? Pse? Sepse duhet do filloj më bashkimi. Do bëhet se s'bën mes nesh, mes forcave opozitare. Do kriju lloj pajtimi se neve prishem për llaf goje, prishem me vlla, nuk flasim më 30 vjet. Po tash ndaj të keqes modhe, po na erdhi hasmi përballë, vllai me vllain duhet bashkëpunojnë. Dakord? Kështu që kjo duhet mori fund. Po ju akoma sini bashku vlla me vlla, se Partia Demokratike është fragmentarizuar. Po bashkoni me ato vëllezër, si thonë vëllezën për baba. Unë ja kam nis kësaj pune, mos gaboj unë sot që folim ne, as 2 javë janë bë. 1 javë 6 ditë. Dakord? Që mu dha detyra, na u dha detyra. Dhe ka i produkt në vetëm 1 javë 6 ditë. Tash ne nuk ka shkop magjik këtu që brenda natës u bë. Ka është proces ky. Do kriju besimi, do kriju puna, do vazhdu besimi, pse? Po ka 27 përpara. Do jenë 61 bashki, bashkë me Këshilla Bashkiake, me mandate 4 vjeçare dhe me programe. Dhe do duhet më u tregu që kjo lloj sinergjizmi këtu që dëshirohet të krijohet, të përdoret për mbrapa. Dakord, sepse tash ne do të jemi konkret. Ky është gjë problem që kishim 11 maj, që po tentohet zgjidhet tashti. Dhe deri tashti procesi është i mirë se nuk ka asnjë parti opozitare që s'ka pranuar të jetë pjesë e tavolinës, e diskutimit dhe të mbështetit zotit Binaj. Nga krahu tjetër, dhe kjo që unike, por njëkohësisht rrihet dhe nga problematika e 11 majit, se një problem që ne patëm, nuk kam asnjë lloj ngurrimi ta them, ishin listat, përbërja, emrat e përveçëm. Dakord? Shumë diskutime ka pas për ato që s'pëlqesh për këtë arsye, çrënd si ka, dakord se s'do rrit rendit. Do të thotë që kërkoheshin do tentoj një hapje partisë, atu nuk u tregu hapje, atu u tregu rikonfirmim, apo jo, jemi dakord? Dhe për të bërë një hapje të partisë, një nga që në fakt mu vinte i çik përballë me atë trajektoren që kisha marrë unë, se ju e dini, unë vetëm një ditë përpara isha një intervistë nderuame, dhe thash, unë shoh një figurë drejtuese politike të niveleve të larta të Partisë Demokratike që duhet të konkurroj. Jam plotësisht dakord. Por tash unë ju thash, unë jam brenda i komunitetit dhe duke respektuar demokracinë shoh shumicën. Unë ngrej fjalën time dhe argumentin tim. Po pastaj vendos shumica. Dhe shumica këtu vendosi për një person që të jetë jashtë partive, profili i njëherë. Jashtë partive, opozitar në qëndrime, sepse jashtë partive nuk e pas mundësi të jetë tregu që opozitar përveç se të kesh qëndruar për ndonjë kauz. Dhe që të ketë mundësi të jetë sa më publikisht i njohur për shkakun e kohës së shkurtër. Dakor, to janë kriteret, nuk është se kishte kritere të tjera. Deri dhe pati 13 emra në total, mund t'ju them të s'kam asnjë ngurimi, ka pas edhe brenda Partisë Demokratike. Kërkesë që nuk u bën publike, sepse ne nuk bën publike asnjë emër, me përjashtim të atyre që u vetë deklaruan, dhe një 3 emrave që rodhi në tavolinë media nga bashkëfolës në tavolinë, jo nga Partia Demokratike. Dhe në këtë aspekt këtu ka 2 risi të mëdha. Të shohim si do funksionojnë. 2 risit janë fragmentarizimi nuk është më, që ishte me 11 maj, dhe kemi për herë të parë një hapje dhe një kandidat apartiak nga ana e opozitës. Për herë të parë, dhe është dhe një shenjë e Partisë Demokratike që po pranon hapje. Se nuk e ka pranuar hapjen deri sot, ta themi shumë konkretisht. Pra, ndërkohë që un kam hyrë, mos gaboj me 30 prill të 22-shit, 27-30 prill, 27 një tavolinë, më pas 30 prill u bë kuvendi i Partisë Demokratike. Kohë shumë vështira për Partinë Demokratike, po ne i themi fjalë që miku duket kohë vështira, ai që do me të ndihmu, se kur të vi kemi llaf tjetër, ne thon kur ngjojnë e pilafit afrohen shumë veta pastaj mrapa. Unë isha patjetër vija nga jashtë politikës, vi nga një familje e cila kanë kontribuar Partitë Demokratike shumë gjatë, kanë majt role, më ka qenë deputete me radhë, pra nuk është se vinim nga hiçi, por konsiderimi ishte jo politik sepse nuk e njihshim këtë strukturën, menaxhimin e brendshëm me radhë. Dhe në 22-shin pati primare ku dëshira ishte për një personazh politik të bën sens. Pra, u shpall aso kohë që duhet person politik dhe kandidoi një person politik, dhe unë që quhesha jo politik, shkova me një hap më mbrapa. Megjithëse aso kohë mendoja që jo politiku do kishte